Të nderuar miq të Veriu Sport, ju përshëndesim drejt për së drejti nga stadiumi Loro Boriçi i Shkodrës, sapo është mbyllur pjesa e parë e ndeshjes për Kupën e Shqipërisë. Vllaznia 0 dhe Pogradeci 0. Është një kohë mëreshje të dezorashiu, megjithatë skuadrat kanë luajtur fort gjatë të gjithë pjesës parë, sidomos Vllaznia ka ushtruar presion tek porta e Pogradecit, por pa mundur të shënojë. Me Edmond Doçin, me trajnerin e ekipit të Vllaznisë U19 dhe ish futbollist kampion i Vllaznisë. Ondi, pam një pjesë parë, sipas jush, analiza për shikuesit tanë? Po, të them drejtën, pjesa parë ishte një pjesë dominuese e ekipit Vllaznisë, por duke pas parasysh që edhe Pogradeci nuk është një ekip i dobët, sepse është një ekip që pretendon të ngjitej në Superligë. Por dominimi i Vllaznisë duhet të arritë edhe te goli, sepse ishin rastet edhe unë mendoj që pjesën e dytë Vllaznia duhet jetë pak më mbylmuesme me gjetë portën, sepse po tregojnë shumë altruistë lojtarët edhe po dojnë me pasu shumë. Kishin disa momente që mund t'i shfrytëzoshin vetë lojtarët, po marrin edhe dojnë me pasu, por një kohë duhet me kenë ata lojtarë që janë me pas atë egoizmin me shku te porta dhe me shënu golin, kështu që mendoj që pjesën e dytë duhet me kërku më shumë se mos ta çojnë ndeshje se sido me kanë nuk ka pse më lodh ekipi shumë me shkuën edhe në shtesë dhe normalisht mendoj që në pjesën e dytë do ta zgjidhin. Mundi është një ndeshje kupe me një takim dhe sot zyrtarizohet skuadra që kalon me tej. Jo pak Vllaznia ka pasur probleme në të ndeshjet me ekipet e ligave me të ulta në ndeshjet e kupës, kur është kualifikuar edhe me shtesë. Po ka dy gjëra, Pogradeci është ekip i mirë, edhe normalisht edhe Vllaznia ka futur edhe lojtarë që mendon që të ketë edhe të bëjnë një mendim për kampionatin, edhe unë mendoj që ata lojtarë janë të luajtur shumë mirë, edhe me ekipin nuk po ka ramje, por më ngrej vetëm goli. Shpresoj që në pjesën e dytë dalin te goli edhe ta mbyllin ndeshjen, edhe normalisht nuk duhet mu diskutu, sepse na duhet edhe me ecë në kupë, sepse është herët që ndoshta me mendu një rezultat negativ. Po thashë do të ketë element të ri, ndoshta me shumicë ka element të ri në lojë, por sidoqoftë tekniku Martini ka pozicionuar skuadrën me një formacion kërkues. Pjesa më e madhe është skuadra titullare. Është shumë e vështirë me qenë pothuajse gjë të ri, dhe normalisht që do të ketë gëshëtim, dhe mendoj që Martini ka bërë shumë mirë që i ka gëshëtuar. Mendoj që do të ketë edhe në pjesën e dytë lojtarë të ri, por e thashë më përpara, ne duhet të arrijmë aty të gjejmë golin, sepse janë rastet e duhet i shfrytëzojmë më mirë, nuk duhet jenë altruista me pasime, një kohë që ndoshta ishim në raste që mundshim të shënu vetë golet. Edhe mendoj që pjesën e dytë duhet me kanë pak më shumë përqendruar dhe me vazhdu një lojë me gola, sepse nuk mundesh me lanë për fund se mos asnjëherë si dihet. Sa se takon ekipet e Pogradecit, rrezikojnë sidomos në fundin e pjesës parë. Po, normalisht ato do t'i kenë rastet e veta, por jo në gjaku që e rrezikshme, por nuk duhet në investu. Thash, ato janë një ekip që i pretendojnë në hinë Superliga dhe unë i njoh gjithë lojtarët e ka një ekip shumë mirë, por mendoj që Vllaznia duhet me diskutu sot kualifikimin. Pra i besoni kualifikimin dhe të mërkurën e ardhshme në këtë stadium është super sfida Vllaznia Ignatia, shkurtimisht. Normalisht pranej është edhe kjo pjesa ndoshta e gëshëtimit të ekipit, sepse më shumë është fokusi normalisht që është edhe kupa, se nuk e vend dyshim që është në investu, por fokusi është edhe të ndeshja me Ignatin, e dim se janë dy ekipet më të mira ndoshta në Shqipëri, edhe kështu që mendoj që edhe ajo është fokusi më i madh. Shpresoj që ta mbyllim këtë ndeshje, pastaj të mendojmë edhe për Ignatin. Të nderuar shikues, kaq për pjesën e parë, analizën e pjesës së parë, 0-0 Vllaznia Pogradeci, ndeshja Kupës së Shqipërisë. Isha me Edmond Doçin, trajnerin e ekipit të Vllaznisë U19, që i bëri një analizë të përgjithshme kësaj pjese, me besim që në pjesën e dytë të përmbyllet rezultatin e favorin e Vllaznisë. Faleminderit Edmond Doçi. Faleminderit.